Ylli i Kosovës Elvis Rexhebeçaj ka qenë kyç në fitoren e Augsburgut në transfert ndaj ish-klubit Wolfsburg. Mesfëshori shënoi golin e fitores në minutën e fundit për ta kompletuar përmbysjen 2-3. Pas një asistimi të Claude Maurice, kosovari shënoi me një goditje të fortë në kënd për të mos i dhënë asnjë shans portierit vendas në minutën e 93 të ndeshjes. Me këtë fitore të madhe, Augsburgu renditet në pozicionin e 10 të Bundesligës me 28 pikë, ndërsa Wolfsburgu renditet në vendin e 15 me 20 pikë. Kujtojmë për Rexhebeçaj, ky është goli i dytë këtë sezon, ndërsa po vazhdon me paraqitje të shkëlqyera me shpresën që të rikthehet si titullar te Augsburgu.